Të dashur qytetar, I kemi rekrutuar mbi 2700 ushtarë të ri gjatë mandatit tonë të parë plot. Pra, e kemi rritur numrin e ushtarëve për më shumë se 2 fish. Për investime në armatim, dallimi është I pakrahasueshëm. Nga 2018 deri në 2020 më pak se 4 milion euro, ndërka që nga 2021 deri në 2025 rreth 430 milion euro. E nga 1 qershori hapet edhe konkursi për pranimin e 44 kadetëve të ri, të cilëve do të jepet mundësia të ndjekin shkollimin ushtarak, përveç se në qendrën për studime universitare në Kosovë, edhe në akademitë më prestigjioze të rajonit dhe të partnerëve tanë strategjik në Shqipëri, Turqi, Kroaci dhe Maqedoni të Veriut. Në vetëm 2 muaj janë hapur 2 konkurse për të bërë pjesë e Forcës Sigurisë Kosovës, tregues ky I qartë I besimit, motivimit dhe përkushtimit të rinjve tanë për të shërbyer vendit tonë. Pothuajse 2003 janë nënshtruar procedurave të përzgjedhjes për pranimin e 320 rekrutëve të ri në Forcën e Sigurisë Kosovës, pohu edhe ti ushtari I Kosovës duke aplikuar në vegzën në tekst për sigurinë e Republikë dhe Republikë të sigurt.